Në këtë video dhe videot e vazhdueshme, do të mundohemi që në pika të shkurtëra të flasim për rëndësinë e lutjes, dobit e saj, frytet e saja e kështu me radhë. Me thënë kështu, duaja është kërkesa e robit për atë që i sjell dobi dhe largimin e asaj që i shkakton dëm. Në thelb duaja është ajo gjë përmes të cilës njeriu e shfaq nevojën e plot për Allahun xhelle xhelaluhu dhe heq dorë nga çdo fuqi tjetër. Duaja është shenjë e varfërisë së robit, përmes të cilës njeriu tregon varfërinë e tij karshi Allahu xhelle wa ala. Ndjenjë e përullësisë, njeriu dorëzohet plotësisht para Allahut fuqiplot, gjithashtu përmes duas njeriu ja atribuon Allahu xhelle wa ala bujarin dhe mëshirën e tij absolute. Prej vlerave që ka duaja edhe dobive të saj, e para vlera e duas është se njeriu kur të bën dua i bën ibadet Allahu xhelle wa ala, është në adhurim ndaj Allahut xhelle xhelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thot: "Wa qala rabbuk ad-du'a huwa al-ibada." Ad-du'a huwa al-ibada. Duaja është adhurim. Pra duaja është adhurim në vete. Pastaj gjithashtu duaja është përveç adhurimit, është edhe reflektim edhe respektim i urdhrit të Allahu xhelle wa ala. Nga sa Allahu i lartësuar kërkon prej njerëzve që t'i luten atij dhe thot në Kur'an: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Përkujto ti o Muhammed kur Allahu xhelle xhelaluhu tha: "Më luteni mua që unë t'ju përgjigjem lutjeve tuaja." Gjithashtu duaja edhe lutja karshi Allahut xhelle xhelaluhu është në shërim edhe ilaç, me thonë kështu, për mendje madhësinë e robit. Njeriu kur i lutet Allahu xhelle wa ala e themi kështu egon e tij, krye lartësinë e tij për ulën ndaj Allahut xhelle xhelaluhu. Edhe kjo është cilësi e mirë e besimtarëve. Thot Allahu xhelle wa ala në të njëjtin ajet të cilën e përmendëm më lart: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dhe përkujto o Muhammed kur Allahu xhelle xhelaluhu ju tha robërve të tij: "Më luteni mua që unë t'u përgjigjem." Ndërsa ata të cilët tregohen mendjemdhenj dhe ndaj lutjes së Allahu xhelle wa ala, ndaj respektimit të urdhrave të tij, ata Allahu do t'i fut në xhehenem, t'i fut në xhehenem të nënçmuar. Gjithashtu duaja është gjëja më fisnike me të cilën njeriu i drejtohet Allahut xhelle xhelaluhu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam: "Laysa shay'un akramu ala Allahi azza wa jalla min ad-du'a." Nuk ka gjë më fisnike përmes të cilës njeriu i drejtohet Allahu xhelle xhelaluhu se sa lutja. Gjithashtu lutja, duaja, karshi me të cilën robi i drejtohet Allahu xhelle wa ala, e largon hidhërimin e Allahut prej tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam me një hadith: "Men lam yas'alillah yaghdab alayh." Men lam yas'alillah yaghdab alayhi. Kush nuk i lutet Allahu xhelle wa ala, Allahu hidhrohet me të. Kuptimi i kundërt i këtij hadithi është se kush i lutet Allahut xhelle xhelaluhu, Allahu është i kënaqur me të. Përveç saj, duaja është shkak që robi të ndihet i qetë, të ndihet i lumtur, t'i hapet gjoksi i tij,
se me përkujtimin e Allahu xhelle wa ala edhe lutjen ndaj tij zemrat qetësohen.